Të nderuar shikues të platformës Media 60, jemi në Prishtinë me ambasadoren e vullnetit të mirë, Elvana Shala, e cila për vite me radhë vazhdon ta mbajë këtë post në mënyrën më të mirë të mundshme për shkak të punës briljante që ka bërë ndër vite për përfacimin e Kosovës në diplomacinë publike. Zonja Shala, shumë faleminderit që pranuat këtë intervistë për neve. Përshëndetje, është kënaqësia ime, faleminderit juve. Do doja ta filloja këtë intervistë pikërisht me ngjarjen e fundit që ka shënuar. Para pak ditësh ishte 18 vjetori i pavarësisë së Kosovës e me 17 shkurt ju nuk ndodheshit në Kosovë, po e përfaconit pikërisht shtetin e Kosovës në mënyrën më të mirë përmes punës që e bëni vazhdimisht. Ishit pjesë e një konferencë në OKB në Austri, ku atje përfacuat vendin dhe treguat gjithë punën tuaj. Dhe doja të ndalësha pikërisht këtu, te kjo jehona e madhe që u zhvillua shumë në këto ditët e fundit, për shkak se ju atje, përveç se folët dhe treguat gjithë punën tuaj, ju kishit një diçka mbe vete, nuk po e them unë, po ta lë ty ta thuash, e që shkaktoi më shumë të zhurmë. Çfarë ishte, si ndodhe gjitha kjo? E dashur, fillimisht faleminderit për fjalët e mira dhe gjithë vlerësimin që i bëni punës sime tani për vite me radhë. Është e vërtetë, siç e thash, në 17 shkurt të këtij viti, pra në ditën e festimit të pavarësisë së Kosovës, unë isha në vizitë zyrtare në Vjenë për përfaqësuar Kosovën në Zero Project në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, një konferencë globale që mbledh mbi 1400 përfaqësues të niveleve të ndryshme nga e mbar bota për të diskutuar për çështjen e të drejtave të njerëzit me theks veçantë të personave me nevoja të veçanta. Buja për cilën ju po flisni ishte pikërisht për shkak të paraqitjes sime me beretën e UÇK-s, një paraqitje e cila ishte e mirë menduar, natyrisht, por jo për të shkaktuar bujën apo për të provokuar dikë, siç edhe u konstatua në rrjetet sociale dhe në platforma të ndryshme, por për të respektuar shtetin e Kosovës, për të respektuar sakrificën e popullit të saj për liri dhe pavarësi, sepse në të njëjtën kohë kur unë isha në Austri në takim me kryetarin e parlamentit, këtu po mbaheshin protestat në mbështetje të krerëve të UÇK-s që po mbahen padrejtisht në Hag. Ditën e pavarësisë së Kosovës unë kisha në protokoll në agjendë takimin me kryetarin e parlamentit të Austrisë si pjesë e përzgjedhur e disa delegacioneve që po merrnin pjesë në këtë konferencë. Dhe ishte edhe Kosova pjesë e kësaj. Po, isha unë si përfaqësuese. Një prej, po themi një listë të shkurtë shtetësh, Kosova arriti të futet në këtë pjesë. Një listë shumë e shkurtë shtetësh që kemi qenë të përzgjedhura për ta takuar kryetarin e parlamentit në margjinat të kësaj konference. Ka qenë edhe Republika e Kosovës në emrin tim, kështu që unë aty vendosa fillimisht ta mbaj beretën në kokë dhe natyrisht gjatë takimit shumë të shkurtër, disa minutësh që kemi pasur me kryetarin e parlamentit dhe bisedës me të, deri tek fotografitë zyrtare që u bën, unë e kisha beretën në kokë, ku aty pastaj filloi e gjithë buja e madhe dhe reagimet e shumta. Kujt i pengoi? I pengoi Serbisë. Natyrisht, por është e çuditshme sepse brenda parlamentit nuk ka pasur përfaqësues të Serbisë, madje as brenda konferencës në OKB. Por reagimet e fuqishme erdhën pas publikimit të fotografive me kryetarin e parlamentit e më pas edhe pas publikimit dhe pjesëmarrjes sime në OKB të nesërmën, ku niste zyrtarisht punimet konferenca. Kam qenë jashtëzakonisht. Çfarë kërkoi Serbia? Konkretisht, cilat ishin arsyet që ata reaguan në atë mënyrë? Ne e dim, por do doja për shikuesit tonë. Fillimisht ata reaguan për shkak se në Austri ishte një federatë ombrellë e serbëve të Austrisë që numëronte hiç më pak se 300.000 persona, pra ishin një komunitet jashtëzakonisht i madh dhe i konsoliduar, dhe në fakt reagimet ishin për shkak se kryetari i parlamentit, partia e tij, për vite me radhë kishte qenë pro-serbe, sipas hulumtimeve dhe asaj që thuhej edhe në mediat austriake, dhe si duket ata e kanë marrë si provokim edhe nga ana ime, por edhe nga ana e kryetarit parlamentit, sepse kryetari i parlamentit të Austrisë duhet të pozojë me një përfaqësuese të Kosovës e cila mban në kokë beretën e UÇK-s, që sipas tyre ishte një beretë që simbolizonte simbolet e një organizate terroriste e cila se kishte kryer krime të ndryshme gjatë luftës në Kosovë, diçka që ne e dim që
fare nuk qëndron. Gjithsesi, ky ishte ndoshta një lloj tendence nga shteti i Serbisë në këtë rast për ta shfrytzuar dhe për ta politizuar çështjen, sepse unë nuk kisha shkuar në Parlamentin e Austrisë për të bërë politik, as negociatat me kryetarin e parlamentit nuk i kishin për çështje politike, por për të drejtat njeriu, dhe duke qenë se jam përfaqësuese zyrtare e diplomacisë publike, është e drejta ime e plotë që të paraqitem ashtu siç unë dua dhe e shoh të arsyeshme të përfaqësoj shtetin e Kosovës. Pra nuk ka pasur fare një lloj tendence për të provokuar as shtetin e Serbisë, as komunitetin serb që jeton në Austri. Por ata u munduan ta politizojnë çështjen dhe ta Ju doli përkthejnë. problem pastaj pas këtij reagimi gjatë mbajtjes së konferencës? Me të thënë të drejtën, unë bujën e madhe që është shkaktuar e kam kuptuar tek të nesërmën, kur fotot me kryetarin e Parlamentit të Austrisë filluan të bëheshin virale, pash vetëm në çdo portal austriak. Natyrisht në favor të Kosovës, por ishte edhe reagimi i Puna e serbëve. diplomacisë publike kjo është. Po, Të pa bëje diskutim, ndërkohë që të nesërmën kur unë hyra në OKB, kalova të gjitha procedurat e sigurisë pa asnjë lloj problemi, ka ardhur reagimi fuqishëm nga misioni i Serbisë në OKB që përfaqësuesja e Kosovës duhet largohet nga konferenca sepse po mban me vete simbole të një organizate që cilësohet terroriste gjithmonë sipas tyre. Dhe kjo ka ndodhur një orë e gjysmë pasi kishte filluar konferenca, pasi që u përfunduan të gjitha fjalimet zyrtare nga përfaqësues të nivelit të lartë të shteteve të ndryshme aty, ka qenë sigurimi i OKB-s që është afruar me shumë kujdes afër meje dhe kërkuan që të bisedojmë diçka jashtë, do të thënë dalë nga salla. Me të dalë nga salla ka marrë njoftimin që ka një reagim shumë të fuqishëm nga misioni i Serbisë në OKB për shkak të mbajtjes së Beretës dhe për të larguar ndonjë incident të mundshëm, për të shmangur ndonjë konflikt të mundshëm, të lusim me shumë mirësjellje që Bereta të largohet nga koka, përndryshe do të detyrojmë, përjashtojmë përfaqësimin e Kosovës nga kjo konferencë. Aty kam reaguar fuqishëm, aty kam shpjeguar që Bereta koincidon me ditën e pavarësisë Kosovës dhe e kam vënë për të respektuar popullin tim dhe ditën e pavarësisë dhe jo për të provokuar dikë apo për të shkaktuar ndonjë incident. Marr parasysh që isha në cilësinë e ambasadores dhe natyrisht ne nuk kishim shkuar në OKB për të shkaktuar ndonjë konflikt të mundshëm, u desh të respektoja organizatorët e konferencës, por edhe protokollin e OKB-s, që Bereta të hiqej për momentin, por asesi jo simbolet e Kosovës. Pra unë kam vazhduar përfaqësimin e Kosovës me simbolet tona që i mbaja në setër dhe natyrisht kam zhvilluar të gjitha takimet siç ishin të parapara nga protokolli, ani pse kishte filluar ajo fushata propaganduese në rrjetet sociale dhe në media austriake nga misioni i Serbisë, që demek arritëm ta largojmë përfaqësimin e Kosovës nga OKB-ja dhe nga kjo konferencë. Në realitet nuk ndodhi, në realitet nuk ka qenë ashtu. Unë kam vazhduar në mënyrë shumë normale, shumë të qetë, të gjithë agjendën që e kisha planifikuar, por që natyrisht kam qenë në përcjellje të sigurimit dhe të policisë gjatë gjithë kohës, edhe për çështje sigurie, por edhe për mos të rënë prej ndonjë provokimi të mundshëm nga ana e Serbisë. Po, ju cekët që keni vazhduar agjendën, na fol pak më konkretisht, cilat ishin hapat ose ajo misioni që ti more pikërisht aty dhe që u fuqizua edhe më shumë pas kësaj propagande serbe. A ja dolet të prezantonit Kosovën në punën tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme? Po, absolutisht. Jo vetëm punën time, ne ishim mbledhur aty për diskutuar për çështjen e drejtave të njerëzit, personave me nevoja të veçanta dhe progresin që ne mund të bëjmë tani me daljen e inteligjencës artificiale. Pra po flisnim për aksesueshmërinë dhe teknologjinë në raport me zhvillimin e jetesës ose lehtësimin e jetesës personave me nevoja të veçanta dhe drejtave të njerëzit në përgjithësi. Pra është një kontradikt sepse fare nuk ishte të bënte me çështje politike krejt kjo punë, ani pse Serbia tentoi ta politizojë si gjithmonë në dëm të Kosovës, por në fakt doli në dëm të tyre totalisht, sepse ne nuk arritën as na largonin nga konferenca e as na dëmtonin në ndonjë formë. Kështu që unë kam zhvilluar takime me përfaqësues të ndryshëm të niveleve shumë të larta nga shtetet njohëse dhe jo njohëse të Kosovës për mënyrën e bashkëpunimit se çka ne tutje mund të bëjmë për t'u lehtësuar jetën personave me nevoja të veçanta edhe këtu në Kosovë, por edhe të drejtave të njerëzit në përgjithësi. Pra në këtë kontekst nuk ka pasur absolutisht asnjë lloj pengese apo asnjë lloj degradime, do të thoja, të emrit Kosovës ose timin personalisht si ambasadore gjatë kohës sa kam qëndruar në Vjenë. E tëra që keni parë nëpër mediat austriake, por edhe në rrjetet sociale ishte thjesht një propagandë nga ana e Serbisë. Po, ju cekët që keni biseduar edhe për vështirësitë dhe sfidat që kanë ky komunitet në Kosovë. Do doja pak ta prekja këtë temë, të largohemi pak nga konferenca,
sa është vështirë të ballafaqohesh së në Kosovë, duke pasur parasysh vështirësitë që hasin ky komunitet për të zhvilluar veten, për të zhvilluar përditshmërinë e tyre, qoftë edhe për nevojat më elementare. Ne e dim që infrastruktura në Kosovë mungon shumë për këtë komunitet dhe sa mund kemi shpresë që një ditë të ndryshoj kjo gjë, duke qenë se ju në vazhdimsi jeni zëri tyre, në vazhdimsi punoni këtë drejtim, qoftë në aspektin e brendshëm, por edhe atë ndërkombëtar. Ka pasur progres Kosova sa i përket kësaj çështje. Natyrisht ne duhet ta dimë dhe ta mbajmë mirë në mend që vazhdojmë të jemi shtet i ri, kemi pasur probleme të shumta politike, diplomatike dhe sociale dhe natyrisht që shpeshherë këto problemet më madhore, ndoshta politike shtetërore, sikur minimizojnë ato nevojat e aspektit social në Kosovë, por që në fakt do duhet ishte e kundërta, do duhet ishin primare. Megjithatë, sa duhet dhe sa është e vështirë të ballafaqohet ky komunitet me gjitha vështirësitë është e padiskutueshme. Ju vetë theksuat që mungon ende infrastruktura e duhur për zhvillimin e një jetese normale sa i përket këtij komuniteti. Megjithatë, organizatat të cilat punojnë me këta persona në baza ditore kanë bërë më të mirën e mundshme të tyre, ndoshta që shumicës prej tyre tua rregullojnë jetën, tua sistemojmë në formë të ndryshme. Njëjtë jam munduar natyrisht të bëj edhe unë me ekipin tim. Megjithatë, a ka ende shumë punë për të bërë në këtë drejtim? Natyrisht që ka. Duhet pak të largohemi vetëm nga aspekti politik edhe të merremi vetëm me çështjet apo politika ditore që zhvillohen qoftë në qeveri, qoftë në parlament, dhe të kemi pak fokusin edhe tek këto kategoritë e ndjeshme të shoqërisë dhe mënyra se si ata jetojnë. Po megjithatë, këtu çka ne duhet bëjmë ndryshime është natyrisht infrastruktura ligjore. Ligjet janë jashtëzakonisht të mira, të cilat janë miratuar për vite me radhë në Kuvendin e Kosovës, por nuk ka zbatim të tyre në praktikë. Do të thotë çdo gjë mbetet në letër. Po, fatkeqësisht po. Të paktën deri tani, shumica prej ligjeve që janë të miratuara në Kuvendin e Kosovës janë vetëm ligje në letër dhe shumë pak gjejnë zbatueshmëri në praktik. Mendoj që tani me konstituimin e Kuvendit të ri dhe qeverisë Kosovës, formimit të qeverisë së re, duhet kemi pak më shumë fokusin që të gjitha ligjet që dalin nga Kuvendi i Kosovës, jo vetëm për persona me nevoja të veçanta, por kryesisht për të drejtat njerëzit, gjejnë zbatueshmëri të plotë në praktik. Dhe këtë besoj se mund ta bëjmë vetëm duke organizuar edhe think tanke të ndryshme që kanë ndoshta brenda tyre edhe spektrin ndërkombëtar për ta monitoruar në mënyrë që ligji të ketë atë zbatueshmërinë e duhur dhe të drejtat e njerëzit të respektohen në plotësi, sidomos kategoritë e ndjeshme të shoqërisë të kenë integritetin e tyre dhe integrimin e tyre të barabartë në shoqëri. Ndryshe mendoj që gjithçka do të jetë vetëm një thënë në media ose një shkruar në letër. Ju vini nga një sfidë e jetës që ju ka ballafaqur që nga lindja, e që ju në vazhdimsi keni punuar me veten në mënyrë që t'ja dilni dhe ja keni dalur mjaft mirë. Deri me tani keni treguar një shembull për gjithë secilin që të mos dorëzohet. Do doja të prekja pikërisht këtë sfidën tënde jetore, po e them. Ne që e njohim Kosovë, e dim kush është Elvana Shala, s'është emër i panjohur, por komuniteti në Shqipëri atë sa e njeh, ka dhe prej tyre që ndoshta do donin ta dinin pak historinë tënde, Elvana. Do doja pak të flisja pak për jetën tënde, nëse mundemi, në pikat shkurtë, Është e vërtetë shëndetësore të cilat ti ke kaluar dhe je ballafaqur deri tani. Është e vërtetë Albiona, prapa figurës tashmë të kësaj ambasadoreje që të gjithë e njohin që ndron edhe një histori sfiduese, jo fort e lehtë ndoshta as për të thënë lërë më për të jetuar. Megjithatë, siç e thatë edhe ju, unë nuk kam zgjedhur viktimizimin, përkundrazi kam zgjedhur që të jem e fortë, të kem integrimin tim të barabartë në shoqëri fillimisht e pastaj të jem edhe zë i të tjerëve. Si fëmijë me njëherë pas lindjes jam ballafaquar me sfida ndryshme shëndetësore si shkak të një diagnoze të gabuar që ka ardhur nga një doktor në atë kohë, për të më shkaktuar një deformitet në lëvizje që do të më përcillte pastaj pothuajse gjatë gjithë jetës. Dhe në këtë kontekst, në këtë pikë, natyrisht që ka pasur sfida të ndryshme për shkak se është dashur të jem nën kontrollën mjekësore gjatë gjithë kohës, përkundër ndoshta rritjes, zhvillimit, fakultetit, shkollimit e gjëra të tilla, gjithmonë fokusi ka qenë edhe tek pjesa shëndetësore. Kam kaluar 10 operime të plota, secili më i rënd se tjetri, për të përmirësuar atë vështirësinë në lëvizje që më ka nosej që nga fëmiria dhe për të arritur në një pikë ku 70-80% tani sfida ime shëndetësore është më lehtë dhe më e mirë se sa që ka qenë në të kaluarën, pra jam përafruar normales dhe bëj totalisht një jetë normale sikur të gjithë
të gjithë të tjerët, a ka qenë e vështirë nëse më pyet, ka qenë pa diskutim jashtëzakonisht e vështirë, por të lehtë ka bërë mbështetja e madhe e familjes, e shoqërisë dhe njerëzve që kanë besuar tek unë dhe tek vullneti im për të qenë një person i suksesshëm dhe i mirë integruar në shoqëri. Cila ishte ajo momenti ndoshta më i rënd që ke te kalu gjatë këtyre viteve tua, kur ti ndoshta ne që të njohim e din që nuk je dorëzuar, po një moment ka pasur që ndoshta ke thënë, ja, kjo është fundi. Ka pasur kogja shumë momente të tilla dhe mund të them lirisht çdo herë kanë qenë momentet kur jam nënshtruar operimeve, të cilat ishin secili më i rënd se tjetri dhe në secilin që hyja nënshkruaja vdekjen me dorë. Domethënë e kam pas kështu të sigurt që sfida është aq e rëndë për ta tejkaluar, saqë asgjë nuk e kishim sigurt nëse do t'i shpëtoja e gjallë fillimisht e pastaj nëse do të kishim suksesin për çka hynim. Dhe këto sfida, këto momente të nënshkrimit të saj, natyrisht që konsiderohen si momentet më të rënda që i kam tejkaluar, por pastaj kur e kemi pas suksesin, kur e kemi pas që unë mbijetova, sikur prapë janë harru dhe prapë kemi pas atë fokusin që tani të vazhdojmë tutje, kemi arritur në këtë pikë dhe duhet ta mbajmë, ka qenë jashtëzakonisht, po jashtëzakonisht e vështirë dhe mos harrojmë që të qenit femër në Kosovë, të qenit në një pozicion të rëndësishëm, çfarë jam unë, ka pasur dhe paragjykimet e veta konform kësaj, sepse isha ambasadorja e parë e vullnetit mirë në Kosovë, shpallur nga një mekanizëm ndërkombëtar. Pastaj isha e para që kisha vështirësi në lëvizje, ishte diçka komplet e re për spektrin politik e diplomatik të Kosovës dhe natyrisht që në ato fillimet e mia të para të kësaj karriere duhet merresha pak edhe me këtë çështjen për t'i bindur njerëzit që po unë do t'ja dalë të jem përfaqësues e Kosovës, unë do t'ja dalë të bëj projektet që duhet t'i bëj këtu në Kosovë. Pra do t'jem një diplomate e njëjtë sikur të gjithë të tjerët, çka më dallon ndoshta është pak një ecje më ndryshe. Dhe kur kam tejkaluar gjitha këto paragjykime, pastaj gjithmonë gjithçka ka qenë më e lehtë. Flet me aq dashamirësi, me aq vullnet, sa që gjithë ne do duhet realisht të kishim pak frymëzim nga ty për gjithë këtë. Prekëm pak jetën tënde, po unë do doja të rikthesha pikërisht te misioni që ke tani. Për vite me radhë ti vazhdimisht përfaqëson Kosovën në konferenca të ndryshme, ke marrë edhe çmimet ndërkombëtare. A mund t'i prekim pak nga këto për gjithë ne? Është një rrugtim i gjatë, natyrisht që mund t'i prekim në pika të shkurtra, sepse unë kam hyrë tashmë në mandatin e tretë dhe në vitin e 11 të qenit ambasador e vullnetit mirë për Kosovën në JRC. Natyrisht një rrugtim i gjatë me shumë përfaqësime kudo në botë të Republikës Kosovës, në vende njose dhe jo njose dhe në organizata cilat jemi dhe s'jemi pjesë së saj, dhe natyrisht që është sfiduese ti e para që hap dyer aty ku politika ndoshta fare nuk ka qasje apo ka barriera të jashtëzakonshme. Por ja kam dalë po besoj jashtëzakonisht mirë, ndoshta kjo flet edhe për faktin që kam kaluar tashmë 3 mandate, ndërkohë që në këtë rrugtim edhe jam shpërblyer me shumë çmime ndërkombëtare nga vende të ndryshme të botës, pra po them njose dhe jo njose të vendit, dhe të gjitha shpërblimet ndërkombëtare, të gjitha çmimet kanë qenë një lloj shtytje tjetër dhe forcë tjetër që më është dhënë për të vazhduar këtë rrugtim sa të rëndësishëm, aq edhe sfidues, jo vetëm për popullin dhe për shtetin, por edhe për mua personalisht. Kështu që të gjitha çmimet që kam pranuar, si Global Youth Leadership Award në Nepal, Global Achievers Award nga familja mbretërore në Dubai, e shumë çmime të tjera edhe nga OKB-ja, gjithmonë kanë qenë ndoshta një lloj vlerësimi i punës time dhe i asaj që që kam në një rrugë të drejtë dhe duhet vazhdoj ta bëj këtë gjë për veten, por për popullin e Kosovës mbi gjitha. Të doja të dija, në fal nëse mund të gaboj diku, jeni e vetmja në Ballkan që përfaqësoni Kosovën, por e vetmja në Ballkan duke qenë se shtetet e tjera nuk kanë një ambasadore të vullnetit të mirë, nëse nuk gaboj. Po, kjo është e vërtetë, por mbi gjitha jam e vetmja ndër shqiptarë. Jam ambasadorja e vetme e vullnetit të mirë shqiptare që ka Komisionin Ndërkombëtar për të drejtat njeriut dhe e cila ka arritur të arri në mandatin e tretë, sepse përndryshe ambasadorët e tjerë me mandatin e parë kanë përfunduar për shkak të mos angazhimit të tyre, por në rastin tim ka qenë e kundërta, sepse unë jam angazhuar ndoshta përtej kompetencave dhe përtej mundësive. Kam tejkaluar çdo kufi që
zëri i Kosovës të bëhet më i dëgjueshëm dhe më i pranishëm në arenën ndërkombëtare. Sa i përket realizimit të projekteve, ka qenë dëshira ime, kërkesa ime që mandati të ndahet në 2 pjesë, pra në pjesën e parë të vitit me përfaqësim të Kosovës jashtë dhe në pjesën e dytë me realizimin e projekteve që kanë të bëjnë me fushën e drejtave të njeriut dhe kategorive të ndjeshme, dhe ju e dini që secili projekt vije në vigjilje të ditës ndërkombëtare për drejtat e njeriut. Po. Sa është vështirë të bësh diplomaci publike në Kosovë dhe për Kosovën, duke pasur parasysh që vazhdimisht qeveritë të ndryshme kanë ardhur, por asnjëri nga ata nuk është që e ka vendosur në prioritet diplomatik diplomacinë publike, dhe ju vetë vullnetarisht po e themi, e keni bërë një betejë vetëm. A është e vështirë? A keni pas përkraje dhe si është gjendja aktualisht, nëse mund të flasim pak për këtë pjesë? Është shumë e vështirë të bësh diplomaci publike në Kosovë, sepse është fushë e re. Shtetet e huaja, shtetet ndërkombëtare kanë jashtëzakonisht të zhvilluar dhe japin jashtëzakonisht kontribute dhe financiar në zhvillimin e saj, duke ditur faktin se diplomacia publike sen të gjitha barrierat politike që shtetet mund t'i kenë mes njëra tjetrës. Por në Kosovë është pak e kundërta, sepse është fushë e re, siç e thatë edhe ju, nuk ka pasur edhe shumë fokus ndoshta as nga qeveritë e kaluara që t'i kushtojmë më shumë kujdes, ndërkohë që gjithçka që është bërë sa i përket diplomacisë publike është bërë, nëse mund ta quajmë kushtimisht, në baza vetanake, siç është rasti në sport, në kulturë, në rastin tim në fushën e të drejtave të njeriut, apo edhe nga artistë të ndryshëm, dhe ja kemi dalur që të kemi barriera të ndryshme kudo në botë. A duhet qeveria aktuale ose cila do qeveri tjetër që mund vije vitet e ardhshme të bëj më shumë në fushën e diplomacisë publike? Patjetër që po, sepse sa i përket rastit Kosovës, tashmë është vërtetuar që diplomacia publike ka mundur të bëj shumë më shumë progres në arenën ndërkombëtare se sa ajo tradicionale dhe ndoshta takimet bilaterale kokë në kokë që mund t'i kemi me zyrtarët e lartë të shteteve të ndryshme. Prandaj apeloj që edhe kjo qeveri aktuale, sidomos, dhe unë kam bindjen e plotë që ministri i jashtëm zoti Konjufca do ta ketë fokusin më të madh tek diplomacia publike dhe zhvillimi i saj, duke ditur faktin që suksesi është i jashtëzakonshëm me të. Ku është qëllimi i Kosovës në diplomacinë publike? Duke pasur përballë gjithmonë eksperiencën tënde. Ku është qëllimi? Po, ku qalon? Për shkak të që nuk i është dhënë fokus i veçantë. Nuk i është dhënë fokusi që është dashur të jepje, sepse e thash është fushë e re dhe njerëzit pak dinë se çka do të thotë diplomacia publike dhe ajo tradicionale, pak dinë ta bëjnë dallimin. Pra duhet të ketë më shumë ndoshta fushata promovuese sa i përket kësaj, dhe fokusi qeveritar dhe i Ministrisë së Jashtme duhet të jetë më i madh këtu. Ka pasur progres, sepse brenda Ministrisë së Jashtme bëhen edhe shumë projekte sa i përket fushës së diplomacisë publike, por pak ka njohuri popullata jashtë. Kështu që tani duhet dalim pak përtej kornizave të Ministrisë së Jashtme dhe duhet të ketë fushat më të madhe të informimit të qytetarëve rreth diplomacisë publike, por natyrisht duhet të ketë, besoj, edhe një buxhet të veçantë të ndarë sa i përket diplomacisë publike, që secili që mund të merret me këtë punë të jetë i mbështetur nga shteti. Departamenti i diplomacisë publike brenda Ministrisë së Jashtme ekziston, bëhet një punë jashtëzakonisht e madhe, por ka pak informacione jashtë për popullin dhe për qytetarët. Prandaj ne duhet ta kemi një fokus më të madh këtu. Zona Shala, shumë faleminderit që pranuat ftesën, ishte shumë kënaqësi të bashkëbisedonim me ty. Albiona, faleminderit shumë, është kënaqësi edhe për mua, faleminderit për gjithë mbështetjen që i keni dhënë gjithë rrugtimit tim diplomatik dhe jo vetëm.